Debatet dhe tensionet brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova po vazhdojnë të marrin përmasa gjithnjë më të mëdha, duke e kthyer çdo bisedë mes banorëve në një moment që ngjall reagime të forta si brenda, ashtu edhe jashtë shtëpisë. Së fundmi, një diskutim i zhvilluar mes Londrimit dhe Dolces ka tërhequr vëmendjen e publikut, pasi u perceptua si një nga bisedat më të drejtpërdrejta dhe më domethënëse të ditëve të fundit. Në këtë përballje verbale, Londrimi vendosi të flasë hapur, pa filtra, duke shprehur zhgënjimin e tij për disa situata të krijuara së fundmi në shtëpi dhe sidomos për mënyrën se si, sipas tij, po dëmtohet imazhi i Dolces. Edhe pse toni i tij ishte kritik, ai u përpoq ta ruante një qasje miqësore, duke lënë të kuptohet se fjalët nuk vinin nga keqdashja, por nga shqetësimi dhe respekti që kishte për të. Ne të kemi konsideruar si një div, i tha Londrimi Dolces, duke rikujtuar mënyrën se si ajo ishte perceptuar që në fillim të lojës, si një femër e fortë, me vetbesim dhe që dinte të ruante figurën e saj. Ai theksoi se një femër me këtë status dhe këtë imazh nuk duhet të lejojë që gjithçka të vihet në pikpyetje brenda pak ditësh, e aq më pak për shkak të afrimit me një mashkull brenda lojës. Më tej, Londrimi ndali tek raporti i Dolces me Limin, duke mos i kursyer as pak fjalët as për të. Ai e cilësoi Limin si një playboy, duke përmendur sjelljen e tij të mëparshme ndaj Albës si një shembull konkret që sipas tij tregon qartë mënyrën se si ai sillet me femrat brenda shtëpisë. Sipas Londrimit, ishte e pakuptueshme dhe zhgënjyese që një femër me personalitet dhe vetëdije për vlerën e saj të përfshihej në situata apo lojëra emocionale me një person që tashmë kishte dhënë sinjale të qarta për karakterin e tij. Ai theksoi se këto situata nuk dëmtojnë vetëm lojën, por edhe perceptimin që publiku krijon jashtë, duke shtuar se një hap i gabuar mund të peshojë shumë në një format ku çdo veprim analizohet dhe gjykohet në detaje. Londrimi u shpreh se publiku ka memorie dhe se krahasimet me situatat e kaluara janë të pashmangshme. Në fund të bisedës, Londrimi u përpoq ta qartësonte edhe një herë që qëllimi i tij nuk ishte ta sulmonte apo ta nënvlerësonte Dolcen. Përkundrazi, ai tha se këto fjalë ia drejtonte si një mbështetës dhe si dikush që dëshironte ta shihte atë të fortë dhe konsistente me imazhin që kishte ndërtuar. Ai shtoi se edhe jashtë shtëpisë, shoku më i mirë do t'i thoshte të njëjtat gjëra pa hezitim. Pikërisht sepse ndonjëherë e vërteta duhet thënë troç, edhe kur nuk është e lehtë për të dëgjuar. Kjo bisedë ka ndezur menjëherë reagime të shumta në rrjetet sociale, ku ndjekësit janë ndarë mes atyre që e mbështesin hapjen dhe sinqeritetin e Londrimit dhe atyre që mendojnë se Dolce duhet ta jetojë lojën sipas mënyrës së saj, pa u ndikuar nga mendimet e të tjerëve. Në çdo rast, një gjë është e sigurt. Dinamika mes banorëve të Big Brother VIP Kosova po bëhet gjithnjë më e fortë, dhe çdo fjalë mund të ketë pasoja në rrjedhën e lojës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.